Sa herë vi në Poloni, të gjithë më thonë, mos harro të shkosh në Zakopane, të vizitosh Zakopane, dhe më në fund e vizituam Zakopane. Dhe mbas se mbaruam këtë udhëtim, pyeta veten, po çfarë ka Zakopane më shumë se Dajti? Se të drejtën, Dajti ka bukuritë natyrore, është perlë, ka erë të pastër, pamje fantastike, ka teleferikën, restorante shumë të mira, qetësi, këndelojrash për fëmijët, mund të jekësh shëtitje me kal. Nuk e di shumë gjëra të tjera që mendoj që e ka bukurinë dhe nuk më duk sikur Zakopana ishte në një gjë mbaramendse kur vinte për bukurinë. Por aman, mbas 2-3 orësh në Dajt, çfarë ndodh? Fillon të mërzitesh, thua, "Okej, çfarë tjetër ka për të bërë?" Dhe ndalon aty. Pra nuk ka një eksperiencë afatgjatë që njerëzit vërtet domethënë mund të kenë aktivitete të ndryshme, gjë që Zakopane e ofronte këtë gjë. Në Zakopane neve morëm një lloj treni, nuk ishte teleferik në zonën ku ishim, po ishte një lloj treni që paguanim dhe pastaj shkoje sipër për punë 2 minutash. Aty kishte restorante të ndryshme, ishin plot dhe kishte një shëtitore, mu duk pak a shumë si Berati ose Kruja, ku ti shëtit dhe ke lloj dyqane që kanë suvenire, kanë produkte tradicionale, produkte artizanale, ushqime tipike të zonës me food truck, ku ti mund të provoje djathin e zonës aty, që është një djath jo shumë i lehtë për të ngrënë, le të themi këtë, por nëse është i freskët mund ta hash pak me reçel, është një lloj djathi tymosur. Kishe pasaj provuam këtë lloj patatinat, e shumë tjera me radhë që e mendova që ishte okay, po prap të linde për dëshiruar. Mirë biznesi për këta supermarketet e vegjël që pse të vënë në vende turistike të kenë një kabinë të vogël ose një nga ato makinat që bëjnë fast food. Edhe ajo thjesht vuri pataten, e preu në këtë formë si tip spirale, e hapi, e skuqi, edhe vjet çdo doje erëza të doje, edhe bëri si tip patatino ose patatë skuqe apo e merre me shkop, edhe haje duke ecur. Aty ku gjërat ishin më interesante, gjë që ne nuk i bëm sepse nuk kishim marrë të përgatitur, ishte se kishte shumë shtigje hiking, pra rrugica, vende ku njerëzit mund të vinin të bënin shëtitje me natyrën përreth tyre, me malet përreth tyre, pak a shumë siç ka Thethi, po kishte Zakopane. Çfarë mund të shtojë Dajtit është të bëhet një farë rrugice, pak a shumë si Kruja, ku tjetë me biznese të ndryshme që shesin gjëra artizanale, gjëra tradicionale, por gjithashtu dhe të ketë aktivitete që nuk janë thjesht një park lorash për fëmijë, por të ketë aktivitete me fëmijë, nëse është një si tip roller coaster, mbase një si tip shëtitje rëshkice siç bëm neve në Dajt. This is fun! My back is hurting. Очень było i słuchaj, uważnie robią sam będzie, sam będzie, to jeszcze wciąż. Organa, które dostajesz w ciele. Mbase dhe unë nuk jam e risuar me çfarë ofrohet në Dajt, sepse normalisht kam një vit që nga herë e fundit që isha në Dajt, por do ishte një ide shumë e mirë që të ofroheshin udhëtime me kuaj, jo thjesht për një shëtitje aty, por për një shëtitje më të gjatë, ose edhe pse jo dirt bikes, që janë këto si tip motora me 3 rrota, kur vije dhe në përshtyqje të ndryshme të Dajtit, mbase një shëtitje hiking që ti e merr nga poshtë Dajtit deri sipër. Një gjë që vura re në Zakopane është sepse edhe pse ishin këto gjërat, ishin pak larg, pra normalisht të kalonte tërë dita, nuk ishte diçka që do ta bëj me fëmijë të vegjël, por poshtë Zakopanes kishte edhe një qytet që ishte shumë turistik, që pak a shumë Dajti nuk mund të them që Tirana është ai qytet, sepse është shumë qytet i madh, por kishte një si tip qendra aty që përveç dyqaneve, kishte restorante lloj-lloj, kishte edhe aktivitete dhe festivale të ndryshme, vjen si tip fushe. Gjë që mendoj të njëjtën gjë Dajti mund ta bëj, por mund të jetë sipër, pra të japi një shtys njerëzve që të vinë jo vetëm për vizituar një kafe apo një restorant, po të vazhdojnë të vinë të bëjnë pjesë. Kisha aktivitete për shembull shkence, bëheshin tip panaire shkence ku gjithë universitetet, të gjitha vendet e ndryshme përreth vinin aty, kishte koncerte, nuk e di si mund të bëhet kjo në Dajt, sepse normalisht teleferiku sa njerëz mund të mbajë një herë dhe mund të ketë shumë fluks, po bëshin koncerte të ndryshme dhe aktivitete lloj-lloje që ishte për tërë familjen mund të merrte pjesë. Megjithatë, prapë Zakopane është i bukur dhe ju rekomandoj ata që pëlqen natyra
Por të them të drejtën, nëse doni që të vini në vende të tjera, do rekomandoj një vend tjera, nga që unë kam Dajtin dhe kemi veriun e Shqipërisë që është aq i bukur, kemi Thethin, nuk më bëri ndonjë përshtypje të madhe Zakopane, po nëse jeni afër, pse jo? Do të thënë nuk ishte shumë larg nga Krakova, nëse jeni në Poloni dhe mund ta vizitoni dhe kaloni një eksperiencë ndryshe.